Alo? Alo, apo na dëgjon? Aleikum selam. Po? Urdhro, mund ta parashtoj. Selam aleikum. Aleikum selam, ne po ju dëgjojmë. Jam një motër, e thirrje nga Zvicra, ju përshëndes. Faleminderit, ne të përshëndesim. Kam një pyetje për hoxhën. Po? Urdhro? Po, desha t'ju them, elhamdulillah, jo me udhëzume me namaz, edhe burri tash, elhamdulillah, që 2 muj, është udhëzu në rrugë drejt, elhamdulillah, jam shumë e gëzume. Po, kena një rast në familje, të më fani, familja në quajnë vehabist. Ndëgjoni? Po, ju dëgjojmë. Veç desha t'i thom hoxhës ndonjë këshill se me të vërtet kena problem shumë të madh. Veç desha t'i thom për këtë punën e vehabistave ndaj këshill që si të reagojna kundra familjes. A është pyetja e qartë? Shumë e qartë, zoj, faleminderit për pyetjen, ne po të përshëndesim ty dhe inshallah merrni përgjigjen nga profesori. Natën e mirë. Faleminderit, selam aleikum. Aleikum selam. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pas kënë e farë probleme Allah në gjenet qoftë, tutën e farë belaje madhe se për të thujnë vehabist. E mu qka për më thujnë? Veç jo mu familja, po mu për më thujnë armeqt, komunistat, ateistat. Ata që nuk ja dojnë të mire në Kosovë, sa sti populli. Ata që nuk dojnë me të pati ka vëzohesh, e as mu, e as një qështë të në ndëgju neve, nuk dojnë me i paka shkojnë gjamia, nuk dojnë me pa motrat muslimane duke udhëzuar dhe duke e knaqur shpirtin me fjallën la ilahe illallah. Po dojnë me pa desh, me për diskoteka, me drog, me alkohol, e këta më knaq të i luj me ta. Pa që është të dojnë këta. E më thojnë se ti e vehabist. Po nuk ka jënë, asë kam dërte që i motër. Pejgamberin në Zotë, që i kanë thonë? A i kanë thonë ti e i trend prej trend i fletë qështu, i qmendë në pëmeni, trend. A i kanë thonë, ty përna bëm ma gjinirë. A i kanë thonë, qëka si kanë thonë bre, rend, që i kanë thonë, po qëka si kanë thonë bre? Pejgamberi kur nuk ka mërzit për veti, po mërzit për ata, pse ata s'pe kuptojnë haku. Për atë arsye, ty Allahu të rujtë të forcovë, elhamdulillah që Allahu të paska ullëzu burë, e i është për më rëndësi. Dohet me të mirë mu përgjegjë me familje, sa ta nuk e kuptojnë, ata mendojnë se një me kini dalë në sërnisht krejt, haj me dëtë kini maru ju. Dohet me thonë aty në ju, nuk ka punë vehabizmi, po punë fjale la ilahe illallah. Namaz me thonë. Namaz me thonë. Me kanë musliman tamam. I edhe na për thëjnë la ilaha illallah, po miri për thëni për nuk për praktikani. Se la ilaha illallah gati tanë shqiptarë të thojnë, po nuk bojnë namaz, nuk agjirojnë, pinë alkohol, rejnë, hajnë rëshvet atje korrupcion kuku, mysin njerëz, rejhen me zveti, pshesin dru, tanë në zezat i bojnë, a ka thët la ilaha illallah, ajo që ka thonë me gojnë, praktikë se ka. E ne përdojnë me praktiku që atët dhe me thonjë në fjallës la ilaha illallah. E dhe me thonja e fjallës la ilaha illallah është namazi. Kështu me thonë, je rribe familjes burët apo familjes tonë. E vehabista nuk ka. S'ka vehabista, hoj mëtë. Unë këtë këm pashkru dhe një shkrim atje në gazetë në Bokjo, po të liber internet të në tanante dhe gjënë dikun edhe me lyvë.
ti me gjithë burën të në atje. Nuk ka vehabizme në Kosovë, kështë kam titullu, nuk ka. Jo ti e kërë vehabis, mërë ti thuj që ka dush, ti lirje me folë. Unë gujnë sën të nali, po s'ka realitet për atë punë. Unë jem musliman që thëm la ilaha illallah, dhe kam qeftan me thonë la ilaha illallah, sepse pa la ilaha illallah ka kur që. E ju mëse më rrët punë të madhe, tragjike, punë e vogël është ajo. Me të butë, mësë bërtitni, mësë ja këtheni me të keqen, me të butë. Dorani, kjo është rruga e Zotit. Muslimani ka sa bërle, i durushëm, i ambel. Allah është përbleti, ka guftë, i rrujtë,